Përshëndetje. Të nderuar shikues, sonte me 3 të ftuarit tanë do të flasim për një temë interesante. Do të flasim për shembujt e angazhimit të suksesshëm në komunitet, për edukimin medial dhe përfaqësimin mediatik. Për këtë temë do të flasim me zotrinjat e nderuar, gazetarët Fisnik Minci dhe Velart Paqarisi dhe koordinatorin e Këndit Amerikan në Prizren, Besart Osmani. Të nderuar, mirëserdhët. Kënaqësi t'ju kem në studio. Po e filloj bisedën me ju, Fisnik. Pse është i rëndësishëm edukimi medial sipas jush? Po në epokën në të cilën po jetojmë, duke i marrë parasysh edhe zhvillimet sidomos të viteve të fundit sa i përket shpejtësisë përhapjes informatës edhe dhanave edhe gjithnjë ma tepër ka fituar pesh edukimi medial, sepse jo gjithmonë ai informacion që përcillet është edhe i verifikuar, i filtruar, edhe si e tillë do me thonë gjithë ne mundemi me qenë viktima potenciale qoftë të dezinformimit apo të keqinformimit, edhe në këtë aspekt përgjatë periudhës fundit edukimi medial ka fituar pesh të madhe, në mënyrë që me i vetëdijsu komunitetet, grupet e ndryshme të komunitetit edhe qytetarët në përgjithësi, që me qenë të kujdesshëm sa herë që informohemi, sa herë që i përdorim sidomos rrjetet sociale ku pjesa më e madhe e informacioneve që përcillen janë të pa verifikuara ose mund të jenë të pa verifikuara, edhe si të tillë neve na bën viktima potenciale në këtë aspekt, kështu që janë disa hapa që duhet me qenë të kujdesshëm gjatë konsumimit të informacionit edhe të lajmeve të ndryshme, edhe në këtë aspekt edhe me mujtë me i verifiku faktet. Në këtë aspekt edukimi medial na ndihmon gjithve neve që përmes mendimit kritik të jemi më të përgjegjshëm edhe në përdorimin e rrjeteve sociale, po edhe në konsumimin e informatave të ndryshme gjatë ditës. Edhe në këtë aspekt, do me thonë, edhe ka lëvizje të ndryshme, në mënyrë që grupet e ndryshme të komunitetit me u informu, po edhe me u eduku sa i përket përdorimit të mediave. Velart, cili është mendimi juaj rreth rëndësisë edukimit medial? Po, pra unë për shembull qoftë edhe si gazetar, por qoftë edhe si aktivist i shoqërisë civile, ne vazhdimisht po kemi praktika ku çdo ditë po ballafaqohemi me dezinformata, me informata të rreshme. Vetëm sot ditën e fillova me një informat të rreshëm ku në bashkëpunim me policinë e Kosovës na kishte dërguar një email se është duke u qarkulluar një lajm i rrem dhe është dërguar nëpër email të qytetarëve, kinse po kërkohet nga ata të paraqiten në polici. Pra çdo ditë ne si gazetar, por si aktivist po ballafaqohemi me këto probleme. Andaj për të zgjidhur këtë problem, edukimi medial është obligative. Ne si organizat viteve të fundit jemi duke punuar në këtë fushë dhe vazhdimisht në komunikim në hulumtime të rinjit e shohim se sa të përshtatshëm jemi si shoqëri, kryesisht edhe rinia, të dezinformohemi. Kjo është për shkak të mungesës të edukimit mediatik. Ne nuk dim të dallojmë informacionin e saktë dhe të rrem, nuk dim të shikojmë burimet e sigurta të lajmeve të informacioneve, ne informohemi prej platformave të cilat janë kryesisht të përshtatshëm për të dezinformuar komunitetin dhe kjo bën të pashmangshme që duhet të merren hapa qoftë nga institucionet përgatëse, po këtu kanë punë edhe organizatat profesionale që edukimi mediatik të bëjnë si temë për të futur në kurrikulat shkollore dhe mos mbetet vetëm si diskutim, sepse kjo temë unë se e di flitet me vite të tëra, por për fat të keq ka mbetur vetëm si diskutim dhe ende nuk është marrë ndonjë hap për të realizuar, pra për të arritur këtë qëllim. Kështu që kjo është çka mund të them për rëndësinë e edukimit mediatik. Edhe ne pra siç thash vazhdimisht jemi duke punuar, besoj që do të kemi një rezultat dhe edukimin mediatik do të kemi edhe në institucionet tona dhe në kurrikulat të shkollave. Besart?
Fillimisht shqipe faleminderit për ftesën, juve dhe të dhe Prizrenit. Ju përgëzoj për iniciativën. Me të vërtet, opinioni jonë ka nevojë për programe të tilla më shumë për edukimin medial. Sa i përket pyetjes, pajtohena plotësisht me atë që tha Fisniku, po jetojmë në kohën e epokës digjitale. Dhe tema e edukimit medial është temë globale. Është domethënë çdo shtet në botë ballafaqohet me këtë temë. Unë përmendoj që në Prizren shoqëria jonë ka filluar kohën e fundit më marrë më shumë me këtë temë. Ajo që kisha pas dëshirën të armën që programet të tilla, sikur ju që bëni këto të jenë më aktive. Unë vim nga një qendër këndi amerikan ku jam ballafaqohem çdo ditë me të ri, edhe ajo që ka vrej tek të ri tonë është që pothuajse gjatë gjithë kohës janë në rrjetet sociale. Ne duhet të kemi parasysh që sot lajmi po çarkullon shumë shpejt. Në brenda sekondit tu peki lajmin në telefon. Edhe një pjesë e madhe të rive fatikisht që tha Velardi nuk bëjnë verifikimin e informacionit. Thjesht e lexojnë lajmin edhe marrin të mirëqen. Prandaj programe të tilla, prezantimeve disuese në për shkolla, institucione nëse të nevojshme në këtë drejtim. Sa kemi nevojë për edukimin medial në Prizren? Unë thashë në fillim po bëhet punë, po jo e mjaftueshme, nevoja është jashtëzakonisht e madhe, sidomos për pjesën tonë më të ndihshme, rinin tonë, në 3 tonë, ajo mosha ku fillon më shumë me përdor rrjetet sociale, zakonisht mosha 14-15 dhe moshën 18 vjeç. Mirë po megjithatë, këtu duhet të përfshin edhe persona të tjerë, qoftë anëvisët në shtëpi, qoftë prindrit, qoftë gjyshrit, të gjithë ata të cilët frekuentojnë rrjetet sociale apo informacionet të ndryshme kanë më së nevojë në këtë drejtim. Velardi, sipas jush, sa kemi nevojë për edukim medial? Po, mendoj se është nevojë e madhe, pra duhet të kemi një ndër prioritetet kryesore edukimin medial. Unë dua të ndaj edhe një informacion me ju, para disa dite vetëm shteti i Australisë ka votuar ligjin në parlament dhe vetë se ligji ka hyrë në fuqi për ndalimin e përdorimit të rrjeteve sociale të personave nën moshën 16 vjeçare. Kjo ka ngredhur një debat të ashpër në atë shtet për shkak se lind pyetja a mund të jetojmë ne pa rrjete sociale në epokën e sotme. Por sipas mendimit personal, unë nuk e kisha praktiku këtë mënyrë. Ne kemi praktika si rol model që mundemi me i marrë shtetet skandinave. Për shembull, Finlandia e ka një kurrikul shumë të organizuar, domethënë në aspektin të edukimit medial. Po ashtu edhe rrjetet sociale ka marrë vendime jo për t'i ndaluar, po për t'i reduktuar për moshat e saktuara. Kështu që duke ditë se domethënë me çfarë informata ballafaqohemi, me çfarë dezinformata ballafaqohemi çdo ditë, atëherë unë e konsideroj se është një temë e rëndësishme që sa më shpejt besoj që duhet të hyjë dhe të domethënë duhet të hyjë si temë dhe të merret një vendim për këtë, pra të realizohet. Fisnik, cili është opinioni juaj rreth nevojës së edukimit? Po, si e thanë edhe bashkëpunëtorët paraprakisht, kjo temë është mjaft e rëndësishme edhe ka nevojë të madhe, sidomos në këtë kohë kur përdorimi i pajisjeve të mençura është shumë i përhapur, njëjtë sikurse shtrirja e internetit që është e përhapur në Kosovë dhe në Prizren, edhe për këtë arsye ka nevojë për edukimin medial të rinjve, po edhe të grupeve të ndryshme të komunitetit, qoftë grave, grup moshave të ndryshme, personave me aftësi të kufizuar, të moshuarve e të tjerë, në mënyrë që përdorimi edhe konsumimi i informacionit me qenë i përgjithshëm, natyrisht edhe unë jam ndoshta kundër kufizimeve, mirë po në rastet kur një gjë bëhet e pakontrollueshme, atëherë ndoshta vjen edhe deri te rastet më ekstreme ku edhe duhen vendosur kufizime, mirë po megjithatë me ndërgjegjësim edhe me përdorim të kujdesshëm edhe me informatat e duhura në këtë aspekt, po besoj që problemet aktuale mund të tejkalohen, po gjithmonë duhet me investu në zhvillimin e mendimit kritik të grupet e ndryshme të komunitetit. Po, sipas jush, cilët janë shembujt pozitiv të angazhimit në komunitet sa i përket edukimit medial? Po, shembujt pozitiv në Prizren ka, domethënë për disa vite ka ekzistuar edhe është zhvilluar një program në kuadër të Këndit Amerikan për edukimin
medial edhe luftën kundër dezinformimit, ku përgjatë disa vitesh është punuar me sesione informuese, me punëtori të ndryshme, po edhe me projekt të veçantë për t'i ndërgjetësuar të rinjt, po edhe grup moshat e tjera, për nevojën e verifikimit të fakteve, për nevojën e reflektimit ndaj informacionit, po edhe kujdesit ndaj përhapjes dezinformatave apo ndonjë informacioni të çfarëdo llojshëm, në mënyrë që mos me qenë pjesë e kanaleve të dezinformimit. Në këtë aspekt ka pasur bashkëpunime edhe me organizatën IDEA, kryesisht në edukimin e trive për kundër dezinformateve dhe lajmeve të reme, po ka edhe nisma të tjera sa i përket kësaj çështjeje, në mënyrë që i gjithë komuniteti me qenë më i përgjithshëm edhe gjatë konsumimit të informatave, po edhe gjatë shpërndarjes së informatave. Mund na përmendni dhe shembuj të tjerë rreth kësaj çështje? Po, ne për shembull si organizat, ashtu siç thash edhe më herët, vazhdimisht jemi duke punuar me trit në aspektin e edukimit mediatik. Veç këtë vit kemi pasur edhe 2 projekte me edukimin mediatik. Pra kur flasim për edukimin mediatik, pra nuk është qëllimi vetëm ruajtja nga dezinformimi. Po kur të ofrojmë në edukimin mediatik, ne po i ofrojmë trive, domethënë si të krijojnë një përmbajtje, si të shkruajnë një rrëfim, si ta promovojnë një punë të shkollës së tyre. Ashtu ka qenë edhe projekti i fundit ku 3 të shkollave të mesme kanë realizuar disa video story dhe kanë promovuar shkollat e tyre. Tash jemi në komunikim me shkollat dhe po mundohemi që çdo shkollë të ketë një klub mediatik. Kështu që trit automatikisht të angazhohen, ta promovojnë shkollën e tyre edhe në kuadër të kësaj edhe të kenë sensione informuese lidhur edhe me mbrojtjen e dezinformimit. Pra kjo është ndër shembujt, si një ndër shembuj që po e kemi si organizat në aspektin të edukimit mediatik. Besart, keni diçka për të shtuar për kësaj pyetje? Mendoj se diçka shumë të rëndësishme, ka iniciativa në prezent ka disa organizata qeveritare, por unë do ndalesha më shumë tek programet tona si kënd amerikan, të cilat edhe Fisniku i përmendi. Ne kemi qenë edhe me fat që kemi pasur edhe Fisnikun disa herë të angazhuar në programet tona, të cilat fatmirësisht kemi pasur mbështetje nga ambasada amerikane dhe shpesh edhe ju si media ne keni përkrahur këtë tim të cilat jemi falënderues. Unë kisha menduar në 2 programe aktive që i kemi pasur dhe i kemi ende, të cilat i kemi marrë si programe nga ekspertë amerikan, kryesisht nga universitetet më prestigjioze amerikane. Do ta përmendja programin Ndalo, Reflekto dhe Verifiko. Ka qenë një program të cilin e kemi mbajtur në për shkollat Prizrenit, kryesisht shkollat fillore dhe të mesme, ku e kemi edukuar të rinjt apo e kemi vëdësu se lajmi nuk duhet të mirët i mirë qenë. Lajmi duhet të verifikohet, para se të verifikohet duhet ndalet, të shfrytëzohet mirë dhe në fund të shikohet burimi sa është lajmi sakt. Por vetë sajna kemi pasur një program tjetër jashtëzakonisht suksesshëm që ka qenë Mësot të dallosh. Këtë program e kemi shfrytëzuar më shumë me Universitetin e Prizrenit dhe Universitetin e Gjakovës, ku në numër të madh të pjesëmarrësve kemi marrë prezantime vëdësuese në këtë drejtim, duke i mësuar të hapat bazik se si duhet të lexohet lajmi dhe si duhet verifikohet. Prandaj mendoj që ka raste të mira në prizren edhe vazhdoj që këto të vazhdojnë edhe më tutje. Po në çfarë forme ka ndikuar këto aktivitete në ndërgjegjësimin e komunitetit për përdorimin e përgjithshëm të mediave sociale? Ne po mendojmë që kena bërë punë të mirë. Tash sa të rit kanë arrit me kuptu këto mbetet ndonë tek ata, po megjithatë mendoj që një numër i madh i trinjve, duke i bazuar statistikat që ne i kemi nga Këndi Amerikan, rreth 2000-2500 tri vetëm kanë kaluar në për prezantimet tona. Edhe të vetmet format që kena për kanë qenë prezantime, biseda sy me sy, komunikime të ndryshme, tabela, tavrina, diskutimi, edhe të paktën po mendoj që kemi arrit të japim një kontribut shmueshëm edhe këta tri të mos bimë prej dezinformata, se kemi shumë raste të kaluara, po tashmë në raste negative, të cilat fali mos informimit sakt kanë devijuar në rrugë jo të mira. Prandaj kjo është ajo që ne po tentojmë të paktën me dhënë një kontribut, por përveç kësajna, kohën e fundit së bashku me Fisin kemi arrit me fut jo vetëm edukimin medial, po edhe shkrim leximin digjital. Do të trajtojmë të rinj se çka është algoritmi, cilat janë efektet e algoritmeve të rrjeteve sociale, sepse shumë të rinj informacionin e marrin për rrjeteve sociale, duke mos e ditë fare se si funksionon algoritmi aty në rrjeteve sociale. Domethënë kjo ka qenë një risi që kemi përdorur dhe mendoj që ka pas efekt pozitiv tek ta. Në çfarë forme ndikojnë këto aktivitete?
Po, luajnë rol të rëndësishëm në ndërgjegjësimin e trive, po edhe grupeve të ndryshme të komunitetit, në mënyrë që ata me pas ndjenjën se çdo informacion duhet me e trajtu në mënyrë kritike. Po gjatë këtyre sesioneve informuese, ne i kemi informuar edhe për atë se kjo nuk duhet edhe të na bëjë cinik tash të mos besojmë në asnjë. Po të konsumojmë informata prej burimeve të besueshme. Qofshin mediat që janë të besueshme, qofshin faqet e ndryshme, apo organizatat, apo edhe hulumtimet edhe studimet e ndryshme, në mënyrë që ata me marrë vendime të bazuara në informata edhe të dhëna të cilat e kanë një adresë. Edhe në këtë kuptim, do me thonë, po besoj se është bo një punë e madhe, natyrisht nuk mjafton, ka nevojë ende për angazhim, sepse si që përmendi edhe Besarti, ne kemi prek një pjesë të komunitetit, një pjesë e angazhimit është bo edhe me projektin e fundit me TV Prizrenin sa i përket edukimit medial edhe rritjes përfaqësimit medial për grupet e ndryshme të komunitetit në Prizren, edhe përmes medjave është trajtu kjo çështje, mirë po duke qenë se evoluimi i teknologjisë edhe zhvillimi i teknologjisë po është i shpejt, edhe ne duhet të ecim me hapa më të shpejt në këtë aspekt. Velar, cili është opinioni juaj? Po, edhe ne si organizat besojmë që kemi pasur ndikim pozitiv, sepse kur kemi parë me thënë rezultatet edhe kemi analizuar edhe kemi dalë në finalizim që po ka suksese projektet e tjera, do të thënë sepse janë projekte vedisimit. Por ne si organizat do të thënë e kemi profil më shumë me rini. Unë besoj që jo vetëm rinia, po gjithë edhe komunitetet tjerë duhet të kenë edukimin mediatik, sepse veç një studim tregon se 75% të personave të cilët lexojnë një lajm të re, besojnë se është lajm i vërtet. Pra kjo tregon se domethënë nuk është këtu kryesisht fokusi vetëm rinia, por e gjithë shoqëria. Prandaj ne po mundohemi kryesisht rini, sepse rinia është përdoruesi më së shumti i rrjeteve sociale. Qëllimi ynë nuk është që t'i largojmë ata nga rrjetet sociale, po qëllimi është që duke përdorur rrjetet sociale si mund ta verifikojmë. Për shembull, inteligjenca artificiale tashmë është shumë e zhvilluar. Edhe lajmet e rreme po bëhen përmes inteligjencës artificiale, po ne duhet të përdorim në aspektin pozitiv. Jo në atë negativ, sigurisht. Nëse e marrim për shembull një lajm dhe vendosim në inteligjencën artificiale, ne mund të verifikojmë. Brenda sekondave inteligjenca artificiale do të del me një përgjigje se ky lajm nuk ka ndonjë burim të sigurt, mund të jetë i rrem dhe është mënyra e lehtë e verifikimit. Prandaj me këto sesione informuese, me aktivitetin e besojmë që po kemi ndikim, po duhet të angazhohen edhe më shumë organizata, duhet të kemi më shumë bashkëpunime edhe me media për të arritur qëllimin e caktuar. Këtë aspekt nëse më lejohet veç me shtu diçka, natyrisht në këto sesionet informuese ne i kemi njoftu edhe trit, po edhe grupet e ndryshme të komunitetit, që ekzistojnë edhe platformat e verifikimit të fakteve, qoftë si hybrid.info, qoftë të kallzo.com apo të Kosovo 2.0. Pra i kemi informuar se për çdo dyshim që kanë apo hamendësim që kanë sa i përket informatave, mund t'i qasen edhe këtyne platformave ku verifikuesit profesional të fakteve adin munden me ju ndihmu edhe me tregu nëse a informacion është i besueshëm ose jo. I vërtet apo i pasakt. Sigurisht. Sipas jush, çfarë veprime duhet të ndërmerren për të përmirësuar më tej edukimin medial për grupe të ndryshme të komunitetit në Prizren? Po, pikë së pari, ajo çka edhe po diskutohet, domethënë në diskursin publik, është që edukimi medial ndoshta duhet të jetë pjesë e kurikulave shkollore, në mënyrë që të rritë prej moshave të hershme të jenë të familiarizuar me këtë temë. Mirë po edhe për te kurikulave shkollore ka nevoj edhe për punëtorit edhe aktivitetet e ndryshme, mënyrë që edhe grupet tjera të komunitetit me informu edhe me ndërgjetësu lidhur me rreziqet që sjellin dezinformimi edhe keq informimi,
edhe në këtë aspekt, do me thonë, ka ende punë për të bërë nga profesionistët për rritjen e vetdijes së qytetarëve, në mënyrë që secili me dhon kontributin për një zhvillim demokratik. Besart? Në fakt, unë mendoj që flajmi i rreshëm dhe dezinformata është një armik që ka me na përcjell gjithë jetën. Nuk është diçka që mujna me ndalë dhe të themu përfundoj kjo punë, sepse po jetojmë epokën digjitale dhe këto janë aktive. Në fillim e përmendje dhe Velari, për tani sapo e konfirmoi edhe Fisniku, që kjo do të futet në përshkolla. Do në si lëndë zgjedhore dhe të rritë do në që nga baza të mësojnë hapat e parë, të rritën me kulturën e edukimit medial. Unë jap një kontribut shmushëm edhe në Universitetin e Prizrenit, kontribut vullnetar, edhe atje në biseda me profesorët ndryshëm, e kemi diskutuar këtë punë që ta shikojnë ndonë si praktik të futjes si lëndë zgjedhore të studentët, të gjithë departamentet, edukimin medial në kombinim me etikën digjitale. Se këto dyja po gëshëtojnë njëra me tjetrën, sidomos të çështja e inteligjencës artificiale, ku shumë të rinj nuk po e ballafaqohen, nuk po e sfidojnë inteligjencën, thjesht po i marrin dhëna si të gatshme dhe po i marrin si të mirëqenë pa bërë asnjë verifikim të lajmeve. Përveç këtyre, unë mendoj që edhe televizionet mund të luajnë një rol shumë të rëndësishëm, sikur tani na këtu që po e bëjmë me këtë emision, duke kriju programe të ndryshme, prezantime të ndryshme, ashtu që të rritë të kenë qasje më shumë në këtë drejtim. Velar, çfarë do të thuash? Po, unë pajtohem, pra me kolegën, dezinformata është pjesë e diçmërisë tonë. Pra çdo ditë ne po ballafaqohemi me këtë. Edhe kjo po na bën për shembull që personave që nuk janë të vetëdijsuar në këtë fushë të marrin hapa, domethënë të marrin ndonjëherë vendime të nxitura, të cilët po orientohen nga një grup qoftë për orientime sociale, politike apo fetare. Fatkeqësisht në Kosovë dezinformata po bëhet për shkak të orientimit politik. Pra, vetë edhe statistikat po tregojnë. Kështu që unë mendoj që duhet të krijohet ajo trekëndsh i bashkëpunimit në mes të organizatave, komunitetit dhe institucionave, dhe kështu që në këtë mënyrë të parandalohet dezinformimi, ndoshta nuk mund të largohet, krejt është e pashpangshme, por sado kudo të jemi të vetëdijshëm dhe të dimë se si të mbrohemi nga këto. Jemi në minutat e fundit të kësaj bisede, çfarë do të thuani për fund? Po, për fund, do me thonë, është me rëndësi që secili prej nesh të jemi vetëdijshëm për këtë sfidë me të cilën ballafaqohemi për ditë, edhe me i mësu do teknika se si mund të mbrohemi nga dezinformatat e ndryshme, edhe për te kësaj, do me thonë, me kontribut që me mendim kritik, krahas verifikimit të informatave dhe fakteve, gjithashtu të jemi qytetar të përgjegjshëm, në mënyrë që të kontribuojmë për një shoqëri të qëndrueshme edhe demokratike. Për në fund të kisha ftu të gjitha trit, për edhe gjithë komunitetin ku ta shohin organizime, aktivitete lidhur me edukimin mediatik, pasi që për fat keq nuk është në shkolla, pra kanë mundësi të shohin në aktivitete të organizatave të bashkohen, të mos i besojnë lajmeve të rreme, të verifikojnë, të ulumtojnë se burimet e lajmeve, të shikojnë nga cili portal është publikuar, është ai portal i regjistruar në regjistrimin e bizneseve, a ka ndonjë website, a ka ndonjë adresë, të ulumtojnë më shumë para se të pranojnë informacionin dhe kështu që të mbrohen nga lajmet e rreme. Unë kësha bo thirrje gjithë shoqërisë civile, OJC-ve të ndryshme, institucione, po këtë rast edhe gjithë medjave që të vazhdojnë në programe të tilla, që të krijojnë programe të mira për të rritan, që të frekuentojnë më shumë këto lajme të rrënjshme, edhe gjithashtu thirrje të veçantë për shkollat tona, të cilët paktën një herë në 2 javë, një herë në muaj, të ftojnë ekspertë kësaj lëmie edhe të mbledhin fëmijët në sallat e tyre, edhe t'ju tregojnë për edukimin medial. Të nderuar, ishte vërtet kënaqësi që ju pata në studio. Ju falenderoj për kontributin tuaj që trajtuam këtë temë interesante, besoj se në interes të shikuesve. Faleminderit Faleminderit. Të nderuar shikues, faleminderit dhe juve që na ndoqët. Bashkë mirupafshim.